si duhet vepruar nëse humb dashuria në martesë. Është pyetje e gjerë, nuk kisha me dhënë përgjigje konkrete. Pse? Sepse çka nuk kupton ti mas pari me fjalën dashuri. Nëse mendon që tani jeta ka me të vlu zemra për gruan tane, edhe nuk ka me të zonë gjumi, edhe kur çka në punë kime nejt të shkru me ta, askush nuk e ka këtë lloj dashurie. Mirë po, nëse ju keni mirë kuptim me zvete, keni iman, nuk keni stakfrullah, amoralitete, tradhtia njëri me tjetrin, keni fëmijë, jeni të jetu një jetë normale, krejt çështu jemi të jetu. Krejt, çështu është zatën edhe jeta. Nuk ka me mendu që tash sikurse në muajin e parë kur je martu ose kur je feju me atë tash gruan tane. Nuk është jeta çashtu. Prandaj nuk po du me thonë për ju dajo. Jo bes edhe me tjetër mas një javë, mas një vjetë, edhe me ta kime pas që probleme. Prandaj shure gruan tane, respektoj gruan tane, çaja që pa mirë. Prandaj mani martesat, kujdesuni për martesën e juaj. Nuk është martesa vetëm dashuri, por është edhe mëshirë. Allahu xhele ka përmend që në Kur'an, thot ka bon Zoti ka caktuar martesën, pastaj ka lënë në martesë dashuri dhe rahmet, mëshirë. Domethënë jeta martesore ka synime për te vetëm thjesht një dashurie, domethënë emocionale, të verbër, ashtu që e kuptojnë disa tri. Çdo kush i ka ato momentet e veta ku ftofën pak raportet, ku nuk ka palese sa ndjenja për bashortën ose bashortja, por për hir të Allahut azza wa jall, pastaj fëmia, pastaj lidhjet që janë bërë mes dy familjeve, kanë jetu 5 vjet, 10 vjet, 20 bashk. E kështu me radhë, çto duhet me na bën neve që me kuptu një jetë martesore më tepër se sa thjesht një dashuri, që thash mvaret ti që e kupton. Nëse tu kalu mirë me një gru, ki mirë kuptim me zvete, të respektan, ti kryen obligimet, ja kryen obligimet. Alhamdulillah, që ashtu të shpëlyp ti, ata du të minë rrugë gratë, çdo 6 muaj, çdo një vjet, me pas një 6-7 muaj dashni për ta, pastaj stabilizohet jeta dhe thot s'pëndjeju në kur gjampa, normal. Prandaj Zoti ka thonë me pas dashni, ka vendos edhe mëshirë, që me pas pak rahmet njëri me tjetrin, mirë kuptim, e jo vetëm thjesht ato stilet aventureske të filmave të Hollywoodit, e mos them edhe të Bollywoodit, hala ma interesant edhe ma fantazi. Nuk është jeta ashtu. Allahu na përmirësoft, Allahu na afaft.